I riu shqiptar tërbon Greqinë, kapet duke bërë seks me gruan e shefit. Në telenovelën e nisur që prej vitit 2001 në qendër të veprës së skenaristit është Vasiliki, një grua e re dhe shumë e bukur, e cila ishte e martuar me një burr goxha më të madh në moshë, por ndër biznesmenët më të fuqishëm të Thesalisë. Kur nisi zhgënjimi në çift, pasi nuk mund të kishin fëmijë, Vasiliki, e interpretuar nga aktoreja greke Elina Saka, u tundua nga Ilia, një djalosh nga Shqipëria i cili punonte për burrin e saj. Mes Bukuroshes dhe Ilias, që interpretohet nga Kosta Samer, nisi një dashuri e ndaluar që vazhdoi kaq fort, sa Vasiliki e ndau mendjen që të ndahej nga burri pasanik grek për dashnori shqiptar. Kjo histori roz, që në fakt ishte vetëm telenovel, u konkretizua në jetën reale, në Parga, ku edhe u zbulua këto ditë, duke cituar shkrimin e gazetares greke. Një grua, 40 vjeçare e Helene, e martuar me një biznesmen pasanik grek, u tundua dhe ra në dashuri me djaloshin 34 vjeçar shqiptar që punonte në biznesin e bashkëshortit të saj. Lidhja u shndërua në seks të rregullt, aq sa një ditë burri i kapi math në krahët e njëri tjetrit pikërisht në sallonin e shtëpisë së çiftit. Zbulimi erdhi kur i riu shqiptar e telefonoi shefin e vet duke i thënë se nuk do të shkonte në punë se ishte i biri së mur. Pak minuta më vonë, 54 vjeçarin e telefonon dhe fëqinj i tij, i cili pohon se në shtëpi hyri një djalë rreth të 30-tave. Burri u largua nga puna duke u kthyer në shtëpi për të parë kush ishte personi që kishte hyrë atje. Me të hapur derën në dhomën e ndenjes, u përball me të shoqen, duke bërë seks pasionant me punëtorin e tij shqiptar. I nxehur keq nga skena që pa, 54 vjeçari nisi të rikte të riu shqiptar dhe gruan e tij. Mëtej mblodhi plaçka dhe iku nga shtëpia. Kjo çoi në hetime policore dhe zbulimin e ngjarjes për të gjithë zonën në Parga ku ata jetonin.